Dhe tani të dashur miq, ju prezantojmë pjesën e fundit të rrugtimit që kemi pasur javë më parë në qytetin e bukur të Gjenevës. Në këtë pjesë do të prezantojmë Gjenevën e dikushme, atë të cilën ruhet me shumë përkushtim dhe ajo e cila i takon së kaluarës, por shfrytëzohet edhe në të mirë të popullit edhe në të tashmen. Prej Gjenevës antike, moderne, deri tek Gjeneva që merret me të ardhmen, me zbulimet shkencore të cilat kanë ndryshuar një herë për gjithmonë jetën e njeriut. Një rrëfim që e kam punuar me shumë përkushtim dhe pasion, uroj që edhe kjo pjesë e fundit e këtij rrugtimi të ju pëlqej dhe t'ju jap përshtypje të mira për këtë qytet të jashtëzakonshëm, ku e kam thënë shumë herë dhe vazhdoj ta them prap, kam takuar shumë shqiptar të cilët janë njerëz të jashtëzakonshëm dhe të cilët ruajnë me shumë përkushtim traditat, gjuhën dhe gjithçka tjetër që i bën të identifikohen si shqiptar në një vend evropian siç është qyteti i Gjenevës. Në zemër të Gjenevës, pak hapa larg zhurmës së qendrës moderne, fillon një botë tjetër. E quajnë Vie Vile, qyteti vjetër, një labirint i qetë rrugicash me kaldrëm, mure guri dhe dritare që ruajnë gjurmët e shekujve. Teksa ngjitem ngadalë drejt Kodrës, ndjej sikur po futem në një kohë tjetër. Çdo hap tingëllon ndryshe mbi kaldrëm. Ajri mban aromën e kafes dhe të drurit të vjetër që del nga portat e shtëpive. Në dritaret e vogla varen lule dhe një dritë e butë pas ditjeje për gdhel muret e zbehta të ndërtesave. Në mes të këtij labirinti gjendet Palasi di Bord de Fo, sheshi më i vjetër i Gjenevës. Dikur këtu tregtarët sillnin mallrat e tyre dhe udhëtarët ndaleshin për pushim. Sot është një vend takim ku koha sigurecën më ngadalë. Në për rrugët që e rrethojnë sheshin, historia vjen e përzier me jetën moderne. Këtu ndodhet Maison Tavel, shtëpia më e vjetër e qytetit, sot muze, që ruan historinë e Gjenevës nga mesjeta deri në ditët tona. Ndërsa mëtej, kalimet e ngushta, portat e fshehta dhe rrugicat që zbresin poshtë, tregojnë për një Gjenevë që gjithmonë ka ruajtur pak mister. Gjita në rrugicën e ngushtë që më dërgoj drejt Kodrës. Dhe ja, sa hape mbyll syt, para meje ngrihet katedralja e Shën Pjerit. Pamja e saj e gurtë dhe madhështore, është e fuqishme në heshtjen që mbretëron rreth saj. Çdo hap tingëllon ndryshe mbi dyshemen prej guri. Dritaret e larta me vitrazhe kapin dritën e diellit dhe shpërndajnë ngjyra të buta mbi muret dhe altarin e thjeshtë. Është një hapësirë që të fton të ndalesh, të marrësh frymë dhe të ndjesh historinë. Poshtë dyshemes gjendet edhe pjesa arkeologjike e objektit, e cila zbulon themelet e kishave të hershme dhe mbetjet e qytetit romak. Këtu, çdo gur, çdo hark ka një histori për të treguar.
E ma gjepsur me atë që pash, ngjitem lart në kullën e katedrales, duke ndjekur shkallët e ngushta prej druri dhe guri. Gjatë ecjes drejt pikës kulmore, disa herë do të mund të ndaloni në pjesë të ndryshme të objektit, ku do të shihni të ruajtur me shumë përkushtim pamjen e dikushme të këndeve të ndryshme të katedrales, një kamban gjigante e shumë detaje të tjera. Kur arrita në maje, qyteti hapej para meje si një tablo e gjatë. Qatit e qytetit të vjetër, rrugicat që sapo kisha kaluar, Palaz di Port de Fo, zemra e jetës së qytetit. Nga kjo lartësi, duket shumë e vogël. Duke kaluar nga një kënd tek tjetri, pamja ndryshonte e bëhej gjithnjë më madhështore. Kështu, pas një këndi, në horizont na shfaqet liçeni Leman, me shatërvanin e madh që ngrihet mbi ujë, duke reflektuar dritën e diellit. Pamje kjo që të lë pa fjalë. Objekti më interesant, me një rëndësi jashtëzakonisht të madhe historike, dhe prej më të rëndësishme që prezantojnë qytetin e Gjenevës, është objekti i katedrales së Shën Pjerit, një objekt i cili, ose më mirë të themi një katedrale e cila është ndërtuar mbi themelet e një kishe që daton diku rreth shekullit 14. Nga këtu mund të shihni gjithë Gjenevën, liçenin, pjesën e vjetër, pjesën e re të qytetit, bjeshkët dhe gjithçka tjetër që e bën kaq veçantë dhe kaq bukur këtë qytet unik të Zvicrës. Kam bindjen që nga këtu shihet dhe përjetohet më së miri madhështia e këtij qyteti shekullor. Të bukura duken edhe kodrat dhe parqet e gjelbruara që e rrethojnë qytetin, të japin ndjesinë se gjithçka është pjesë e një tabloje të ndërtuar me kujdes ndër shekuj. Vizita në katedrale është me pagesë dhe më së largu në orat 18 mbyllen dyert për vizitorët e saj të shumtë. Poshtë mureve të katedrales, që i takojnë shekujve të kaluar, gjenden edhe disa mozaiqe të veçanta që prezantojnë mite e histori që lidhen me jetën dhe rrugicat sekrete të qytetit. Rrugicat historike të Vieille i japin vend edhe rrugës së njohur Rue du Rhône, ku moderniteti dhe luksi takohen në mënyrë të natyrshme. Vitrinat shkëlqejnë me markat më të famshme, Rolex, Versace, Dior, Chanel, Hermes e të tjerë.
Por ajo që tërheq më shumë është mënyra se si çdo dyqan duket pjesë e qytetit, pa humbur harmoninë me ndërtesat historike që i rrethojnë. Këshilli i Madh i Gjenevës është institucion ku prej shekujsh është shkruar historia politike e kantonit. Ai ndodhet në ndërtesën madhështore të Hotel de Ville, një kompleks arkitektonik që është zhvilluar gradualisht nga shekulli 15 deri në shekullin e 18, duke ruajtur harmoninë mes stilit mesjetar dhe elementeve të rilindjes. Kjo ndërtesë ka qenë gjithmonë qendra e jetës politike të Gjenevës. Brenda këtyre mureve, për më shumë se 300 vjet, janë zhvilluar debate, janë miratuar ligje dhe janë marrë vendime që kanë formsuar shoqërinë gjeneviane. Pas vitit 1847, institucioni mori formën moderne të parlamentit kantonal me 100 deputet, duke u bërë organi zyrtar legjislativ i kantonit. Gjatë këtij itinerari, vizitorët duke kaluar mes labirintit të rrugicave të së kaluarës dhe të tashmës unike të qytetit, do të hasin edhe arsenalin e vjetër. Çdo gur i këtij objekti tregon histori shekujsh, dikur magazin gruri, më pas për arsenal ushtarak dhe sot si seli e arkivave të shtetit. Objekti me mure prej guri, me arkime të bukura poshtë dhe topat e vjetër me gjyle që kujtojnë të kaluarën. Dritaret e tij janë të ndara me korniza të vogla guri, një stil tipik i shekullit të 17 që jep ndërtesës një pamje elegante dhe madhështore. Pjesë e objektit shekullor janë edhe mozaikët e Alexander Sangrias, të cilët rikujtojnë momente të qytetit nga e ardhja e Jul Cezarit, panajiret mesjetare deri te pritja e refugjatëve, Huguenot. Çdo detaj këtu duket si një kapitull i gjallë i historisë, që përçon forcën, dijen dhe trashëgimin e Gjenevës. Në këtë rrugtim me historinë, të gërshetuar me të tashmen në një hapësirë jo edhe aq të madhe, do të mund të shihni e të mësoni shumë çka për këtë vend. Tutje ju njohim me Parc de Bastion të Gjenevës. Këtu ngrihet edhe muri i reformës, një tjetër atraksion i këtij qyteti. Po flasim për një mur madhështor prej guri që duket si rrëfim historik në vete. 4 statuja gjigante, Farel, Clavin, Beze dhe Knox, qëndrojnë solem si roje të së kaluarës, duke përquar forcën dhe vendosmërinë e reformës protestane. Mbi mur shkëlqen motoja, pas errësirës vjen drita, një mesazh i përjetshëm shprese dhe dije. Një shetitje pranë këtij muri nuk është thjesht një vizitë turistike, por një udhëtim mes historisë, artit dhe frymëzimit, ku çdo vizitor ndjen pasionin dhe ndikimin që Gjeneva ka pasur në shekullin e 16 dhe prej të kaluarës e cila ruhet me shumë përkushtim duke i shërbyer të tashmës, nisemi drejt të ardhmës. Kur jeni në Gjenevë, njëra prej mënyrave më të mira, më të lira dhe në të njëjtën kohë më atraktive për ta njohur, për ta shetitur në pjesë dhe kënde të ndryshme të saj, është nëse merrni edhe tramvajin. Biletat kanë një çmim relativisht të ulët, por shumë të arsyeshëm sepse kozgjatja për të arritur në cakun që ju dëshironi është jashtëzakonisht e shpejtë. Maksimumi 15 minuta. Në kërkim të vendeve që e bëjnë Gjenevën unike, rruga më çon në kufirin mes Francës e Zvicrës, aty ku fshihet një univers krejt tjetër, CERN, Science Getaway. Me tubat e varur që të kujtojnë për shpejtuesit gjigant në tokë dhe urat e qelçit që lidhin hapësirat, kjo ndërtesë futuriste e Renzo Pianos duket sikur është shkëputur nga e ardhmja. Këtu, shkenca nuk është thjesht për t'u parë, por për t'u prekur, eksploruar dhe përjetuar.
është një ndjesi e rrallë të qëndrosh pra një institucioni që prej vitit 1954 ka sfiduar kufijtë e njohjes njerëzore. Këtu, ku dikur lindi World Wide Webi dhe ku krijua antimateria për herë të parë, shkenca duket se merr frym vet. Një shëtitje në shkencë, një shëtitje në zbulimet e jashtëzakonshme që kanë bërë shkencëtarët francezë, shkencëtarët zviceran, shkencëtarët të botës. Janë ato të cilat do të mund të shihni në kuadër të institutit CERN, të një objekti ku gjithçka është prezantuar në detaje me zbulime të jashtëzakonshme në periudha të ndryshme të njerëzimit, duke filluar prej makinerive të ndryshme e deri tek zbulimet e mëdha shkencore që lidhen me energjinë e ripërtërishme, që lidhen me protone, me neutrone e çka tjetër. Një aratisje e mrekullueshme në periudha të ndryshme të zhvillimit të shkencës është ajo çfarë ky objekt ju ofron. Sa po hym brenda, më përfshin energjia e një qendre që gumzhin nga vizitorët të gjitha moshave, nga vende të ndryshme të botës. Fëmijët vrapojnë drejt platformave interaktive, të rriturit ndalen para objekteve shkencore të vërteta, ndërsa studentët humbin në shpjegimet të thelluara për grimcat e universin. Në zemër të Science Getaway shpalosen 3 ekspozita të përhershme. Discover CERN, ku vizitorët përballen me teknologjitë që qëndrojnë pas përshpejtuesve dhe detektorëve. Në mes të sallës qëndron një magnet origjinal, Large Hadron Collider, i aftë të përkull trajtoren e grimcave që përplasen me një shpejtësi afër dritës. Ky gjigant superpërques dikur drejtonte protonët me precizion të pabesueshëm, duke i lejuar të përplaseshin dhe të zbulohej thelbi i universit. Madhësia e tij, materialet e avancuara dhe ftohja ekstreme e bëjnë këtë magnet një dëshmi të fuqisë së dijes njerëzore dhe madhështisë së CERN. Our Universe është një tjetër ekspozit e cila të çon në një udhtim 13 miliard vjet pas, në momentin e Big Bangut, përmes instalacioneve audiovizuale, universi lind, zgjerohet, formon galaktika, yje e planet, ndërsa ti ndihesh si pjesë e rrugtimit kozmik. Ndërsa Quantum World është ekspozit me një dimension krejt tjetër në vete. Këtu shpjegohen rregullat e çuditshme të mekanikës kuantike me lojra dhe eksperimente që të bëjnë të dyshosh në ndjesit më të thjeshta të realitetit. Mund të provosh quantum tennis, të luash me probabilitetin e një grimce, apo të zbulosh se si një elektron mund të jetë këtu dhe atje njëkohësisht. Mbi 54 eksperimente interaktive japin energji gjithë hapësirës, duke e bërë shkencën të prekshme, ekrane, instalacione, dhoma imersive dhe pajisje që janë përdorur realisht në kërkimet e CERN.
Për vizitorët individual, hyrja është falas dhe objekti është I hapur nga e marta deri të dielën. Ekspozitat mund të rezervohen online deri një muaj përpara, ndërsa familjet dhe grupet mund të shëtisin lirshëm çdo ditë pa bilet hyrje. Këtu në qendër të inovacionit evropian, çdo hap duket si një ftesë për të menduar më thellë çfarë është materja, si krijohet universi dhe cilat janë pyetjet që ende presin përgjigje. CERN Science Getaway nuk është vetëm një qendër shkencore, është një udhëtim drejt së panjohurës, një ftesë për të kërkuar më shumë. Në Gjenevë, qytetin ku diplomacia takohet me inovacionin, kjo është ndoshta pika ku e ardhmja ndjehet më afër se kudo tjetër. Dhe në fund të këtij udhëtimi, më priste një mbrëmje unike në Hotel Edelweiss, një prej hoteleve më të veçanta të Gjenevës. Ky vend I veçantë kombinon traditën alpine dhe elegancën moderne, duke krijuar një atmosferë të ngrohët dhe mikpritëse. Restorani me pamjen e një shtëpie tradicionale të Alpeve ofron specialitete zvicrane tradicionale. Dhe muzikë tradicionale, përfshir jode dhe orkestër instrumentale, ku krijojnë një ambient magjik që të fut menjëherë në shpirtin e maleve. Emri I hotelit Edelweiss vjen nga lulja alpine, simboli pastërtisë dhe natyrës, dhe çdo detaj I mbrëmshëm, druri, dritat e ngrohta, motivet Edelweiss e bojnë përvojën të duket si një aratisje magjike në zemër të qytetit.